janë gëzu sahabët, mirë po çfarë gëzimi? Ebu Bekri radiallahu anhu, të cilit i shkoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në kohën e drekës, në nxehtësinë e madhe që gjithë njerëzit pushonin, flenin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkoi trokitit te Ebu Bekri, kur e pa në atë kohë u habit, ja Rasulullah, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më është dhënë leja me u shpërngul prej Mekkës në Medinë. Ebu Bekri tha, ja Rasulullah, ma mundso, unë të jem shoku yt në atë rrugë të gjatë dhe të mundimshme. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, banu gati se ti do të je shoku im që do të më ban shoqëri në hijretin tim. I dyti, i cili çdo herë ka qenë i dyti. Subhanallah. Ebu Bekrit radiallahu anhu në këto momente i shpërthin lotët atë shumë prej gëzimit madh që do ta shoqëron pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Nuk do ta shoqëron në pushime, nuk do ta shoqëron në kënaqësi të dunjas, do ta shoqëron në një rrugë e cila është 500 kilometra, në të cilën do të ecin në përkom, do të ecin në përshpella, do të ecin duke u rujt për armikut dhe do të arrin në vendin e caktuar. I rjedhen lotët, tha Aisha radiallahu anha, kisha dëgju ma herët se njeriu qan prej gëzimit, po nuk e kisha pa asnjëherë, përveç në ditën që e pash Ebu Bekrin këtë gjendje. I rjedhen lotët nga gëzimi i madh që do t'jetë shoqëruesi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A jemi gëzuar ndonjëherë për dinë të Allahut? A jemi gëzuar ndonjëherë për hir të Allahut? Subhanallah. Ubej ibn Ka'bi radiallahu anhu, i cili është njeri i dalluar në mësimin, në diturin e librit të Allahut. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e lavdroi Ubej ibn Ka'bin në diturin e Kur'anit. Derisa një ditë prej ditëve shkoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam te Ubej ibn Ka'bi. Kur e pa Ubej ibn Ka'bi, u habit tha, ja Rasulullah, kisha ardhë une të ti me ardhë të une. Tham, ka urdhru Allahu azza wa jall që të lexoj ty Kur'an dhe të lexoj surën Bejjina, lam yakuni alladhina kafaru. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam t'i lexon Ubej ibn Ka'bit. Tha Ubej ibn Ka'bi, ja Rasulullah, am ka përmend mu Allahu? Subhanallah. Am ka përmend mu Allahu me emër, ka thonë lexoj Ubej ibn Ka'bit. Tha, po të ka përmend Allah. Filloi që të qanë Ubej ibn Ka'bi nga gëzimi i madh, emrin tim e ka përmend Allahu azza wa jalla. Subhanallah. Mu gëzu zemrat tona, mu gëzu zemrat tona për hir të Allahut azza wa jalla. Mu gëzu zemrat tona për dinin Allahut azza wa jall. Mu gëzu zemra e besimtarit për atë e cila është dobia dhe fitoria më e madhe në dunja dhe në ahiret. Janë gëzu sahabët, mirë, po janë gëzu për gjërat mëdhaja. Një ditë prej ditëve shkoi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Abu Huraira, i cili u ankua dhe tha, ja Rasulullah, nana ime, nana Abu Hurairas nuk ishte muslimane. Tha, ja Rasulullah, nana ime nuk është muslimane, është kundër fesë Allahut azza wa jall. Mirë, po sot më ka randu atë shumë sa që ka fol kundër teje. Ja Rasulullah, ban dua, lutë Allahun që Allah ta udhëzon nanën e Abu Hurairas. Kjo është derti, kjo është ndjenja. Kjo është ndjenja për dinin Allahut azza wa jall. A kemi ne ndjenjë ndonjëherë spaku? Nana ime e fal namazin, baba ime e fal namazin, vllau im si e ka gjendje, bashkëshortja si ka punt, e vladi ku janë, e kështu me radhë. Ndjenjë e dertit, mirë, po jo për dertin e dunjas. Na dertin e dunjas e kemi shumë, si do ta baj shtëpinë, si do ta renovoj, si do ta ndërtoj, si do ta rregulloj, si do t'i rriti fëmijët, si do t'i martoj fëmijët, si e kështu me radhë. Nana ime nuk është muslimane, po kjo është derti më i madh që mund ta ketë besimtari.
lutë Allahun, lutë Allahun, Allahu ta udhëzon nanën time. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e luti Allahun azza wa jalla. Ebu Hurajra radiallahu anhu u kthy në shtëpi. Kur u kthy në shtëpi, e pa derën mbyllur, dashti që të hinë. Nana prej mrenda i tha, prit veç pak, o Ebu Hurajra. Thot, e dëgjova ujin, duke e pastruve dveta. U vesh mirë dhe doli te dera. Dhe tha, ashhadu an la ilaha illa Allah, wa ashhadu anna Muhammeden Rasulullah. I rjedhen lotët e Ebu Hurajras, qajti shumë prej gëzimit madh, dhe vrapoj, dhe ungut, dhe shkoj te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tha, ja Rasulallah, nana ime pranoi islamin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e falenderoi Allahun. Elhamdulillah. Tha, ja Rasulallah, lutë Allahun edhe më shumë. Lutë Allahun që Allah na bën dashur edhe mua edhe nanën time në mesin e njerëzve. E luti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Allahun. Tha Ebu Hurajra, çdo herë nuk ka pas dikush që më ka pa dhe më ka taku përveç se më ka dasht. Gëzimi i madh, gëzimi i madh. Mirë po për din të Allahut azza wa jall. Gëzimi i madh, mirë po për gjërat mëdha, shumë më shumë se gjërat tonë.